Sigurisht që shumë prej ekraneve nëpër Europë do t'jenë të përqendruar pikërisht tek përballja e Katalunjës, aty ku Barcelona pret Paris Saint-Germain. Një rikthim në Barcelonë për fituesin e topit të art Ousmane Dembélé dhe për atë që u shpall trajneri më i mirë i vitit, Luis Enrique. Një tjetër përballje e rëndësishme në Spanjë është ajo mes Villarreal dhe Juventus, të dy ekipet në kërkim të fitores së parë. Napoli nga ana tjetër bën debutimin sezonal në shtëpi në Champions League, teksa pret kampionët të fuqi të Portugalisë, Sportingun e Lisbonës. Përshëndetje miq të Tring, nga unë Eva Murati, ritakohemi në Studio Champions League në këtë pjesë të dytë të emisionit, si gjithmonë me miqtë e mi, Lirim Zalla, Yulli Shameti, avokat Emri Hicka dhe Erion Xhafa. E nisim me njëherë diskutimin për mbrëmjen bashkë Xhafa, një nga përballjet më të rëndësishme të mbrëmjes së sotme, një finale e parakoshme mund ta cilësojmë, Barcelona Paris Saint-Germain. Në fakt kjo është një nga ato ndeshje që për të thënë vërtetën do t'rregoj vërtet shumë për kapacitetin e këtyre dy ekipeve në fushën e blerë të mbrëmjen e sotme në Champions. Mund ta filloj që është finalja e munguar.